tokë. Më ka rënur kokë. Kam dashur më me apë, ku më nje, dhe guri thapë. Ku kam pasur shtëpi, ku kam njojtur Perëndin. Moshatare, zanje në porte e paskeruvet, që shpreje gjeto bashe muji. Shikues nderuar televizionin shqiptar të Amerikës, jemi në emisionin Historia Shqiptare. Shqiptarët janë shumë që janë larguar nga vendlinja dhe ata vazhdimisht kanë ndërtuar jetën e tyre private, por kur nuk kanë haruar vendlindjen. Sot do të kemi të ftuar një personalitet i cili është i rrallë, pasi kontributi i tij është i shumanshëm, edhe është kombëtar shqiptar tërësisht, edhe veçanërisht për pavarësinë e Kosovës. Unë këtu sot si konsideruar do t'ju ftoj të ndiqni këtë bisedë Ramiz Tafilaj, i cili është larguar herët nga Kosova, por vazhdimisht ajo ka patur mendje dhe zemrën në çështjen shqiptare, ka shkruar libra të cilat kanë ndihmuar çështjen shqiptare në politikën amerikane, ka bërë takime, organizime të ndryshme duke investuar shumë aktivitete edhe shumë raste fundraiser për politikanët amerikanë të cilët kanë influencuar për pavarësinë e Kosovës. Është drejtori i përgjithshëm i Gazetës Alpeve dhe gjatë bisedës do të sjellim aktivitetin e tij. Zoti Tafilaj, mirë se ka ardhur. Mirë se kum qetë, përshëndetje. Kërkoj ndjes, pasi televizioni shqiptar të Amerikës më parë do të ishim në kontakt me juve, se ju e keni plotësuar atë kriter që të jeni një person i veçantë, duke dhënë kontribut të lartë për çështjen mbarkombëtare shqiptare. Një pjesë e shikuesve, e veçanërisht ata që janë aktivista, ju njohin juve. Por për gjithë shqiptarët, për tëra brezat, jo vetëm për ata brezat tonë, por edhe për ata brezat e rinj të mësojnë eksperiencën tuaj, cilat janë rrenjtë e familjes tuaj. Herë përshëndetje, i përshëndes gjithë shikues, gjithë diasporën, e di se televizioni ju është një dritare e diasporës, e cila na bjen më afër vendindjes dhe vendindjen më afër nesh. Më vjen mirë dhe ndina shumë mirë që jam në emisionin e juaj, kaq të pam, jo vetëm në Shtetet e Bashkuara, por në tërë botën. Unë jam Ramiz Tafilaj, vjen nga Kosova, nga fshati Dubrav, tash i quajtën Lumnisht me tren, komunja Deçanit, si i ri në moshën rinore nga Universiteti i Zagrebit, kam ardhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo sikurse shumë tjerë refugjat ose për çështje politike ose ekonomike, po thjesht sepse gjatë studimeve unë isha dashuruar me një vajzë amerikane që gjithashtu studionte gjuhë në Zagreb, dhe unë erdha pikërisht për dashninë që pata me gruan që e kam tash, Dianën. Dhe kam ardhur me 8 mars të vitit 1974. Çfarë komsi ka Diana? Diana është amerikane, po me përkatësi fetare është qifute, jevrej që i kemi. Jevrej, po, aha. Për ndryshe me gjenerata është amerikane, ka studiu gjuhë për arsye se në atë kohë dhe ka punu edhe në Institutin e Gjuhëve të Shtetet e Bashkuara të Amerikës me qendër në Kaliforni që kanë pas. Për atë arsye dhe ka ardhur në Zagreb me studiu, dhe ashtu rastisht si student e imi taku, dhe unë e përfundova këtu. Ju përse studionit? Unë studiesha teknologjinë, ndërsa Diana studionte gjuhët. Masi që erdha në Shtetet Bashkuara. Para se të vinë Shtetet Bashkuara të Amerikës, cilat janë kujtimet tuaja për atë periudhë, familjen tënde, prindrit, vëllezër, tjerë çfarë kisha ti? Po që na kemi qenë një familje
të them ashtu, ma e dëmtume nga ana e serboslavizmit, komunizmit atëhershëm, për arsye se edhe si rrjedhë e familjes vishim nga një fysi bityq me prejardhë prej Tropoje, po ishim edhe i takojshim edhe familjes Kryziu, dhe për këtë arsye na ishim pak a shumë më të prekur në qëndrim, dhe na nuk e shishim mundësinë atë kohë që do të shkollohemi ose do të kryjmë ndonjë shkollë, sepse prindet ishin orientuar për me ekzistuar, një ekzistencë. Për fat mirë, një ftesë nga komuna e Deçanit i vjen babës në atë kohë, po foli për vitet 65, 1965, cilën baba nuk ka mujt me lexu dhe ishte në gjuhën serbo-kroate të asaj kohe. Dhe shkon për me pyet vllaun Njaziun, i cili kishte mbaruar klasën e 8, me pyet se çka po thot kjo letër. Në udhtim e sipër e ka takuar një serb të fshatit me emrin Lazar Otashović, dhe e pyet ai Lazari, ku po shkon? I thot Rexhepit. Thot Rexhep, baba thot shkoj me këqyr, ka thot kjo letra. Thot ta lexoj unë letrën. Dhe thot ti din me lexu? Po, thot ja lexon letrën, ja tregon arsyet çka ka pas ajo shkresa. Edhe ky tashtit kthehet në shtëpi, edhe gjatë asaj nate thot nana dhe vllaznit axhallar tanë thënë ka qenë shumë i shqetësuar. Në mëngjes i ka thirrë vllaznit e vet, ka thonë na duhet me pruni vendim, ose dojmë i shkollu fëmijët, ose dojmë u pasunu. Kush don mu pasunu, le ta marr tokën, le ta marr gjitha, unë du me i shkollu fëmijët e mi, dhe si rezultat me një kohë shumë të shkurt, Njaziu e ka orientuar drejt shkollës mesme që ka përfunduar në Gjakov më vonë, dhe mas ne ka vazhduar studimet në Zagreb. Tu bazuan në atë incident aq të vogël, ja kemi pa hajrin, si më thonë, gjithë ne, edhe ty falenderoj edhe Njaziu që u tregu si student tepër i mirë, edhe na patë mundësinë mas ne mi vazhduar. Sa fëmijë? Imi 10 fëmijë, 5 djem, 5 vajza. Unë jam i mesit, asi vogli, asi madh. Të gjithë jeni në jetë? Gjithë, jo, një vlla dhe një motër na kanë vdek, ata me të thonë drejtën ndoshta kanë qenë edhe më të mirë, padyshim më të mirë, po thojnë se Zoti i merr lulet mas pari, mas ne i merr këta tjerët. Kështu do më thonë, jeta ka qenë, jo edhe çka që ku me ditë, po kujtimet janë shumë të mira. Në fshatin tanë kemi qenë gjithmonë kompakt, gjithmonë të afërt njëri me tjetrin, por vitet 60-ta, 70-ta jeta ka qenë natyrisht shumë e vështirë. Kom lind kohën kur kemi pas për dritë, kemi përdor pishën, e tash përdorim edhe rrymen elektrike, forcat nukleare, teleksi, telefoni, një gjë që vetëm njeriu mundet më adaptu kohës ka shpejt. Po tash bota është him brenda një prizme shumë të vogël. Po besoj se atë formimin e fëmijërisë e keni marrë me vete në Amerikë. Absolutisht nuk muj me harru, gjithmonë jam afër Kosovës, kam marrë kontakte të rregullta me Kosovën. 5 vjet e para nuk kam shkuar në Kosovë, sepse çashtu edhe ish situata bile. Në cilin vit keni ardhur? Po kur erdha në Amerikë, unë pej Detroitit vetëm kum kalu nëpërmes aeroportit, përfundova në Kaliforni, atje jetonte Diana, dhe aty kemi ndajt shumë pak, imi ardhur në vendlinjen e Dianës në Wisconsin. Aty në Wisconsin kum punu lloj punësh, ndërkohë printe Dianës ma bleni shitore mobiljesh si dhuratë martese. Për një kohë 2-3 muaj që ku majt atë shitoren, por nuk e shisha veten me një shitore ku do t'jemi kufizum lëvizje, do t'jem gjithmonë në shërbim të nuk e pashat zgjidhje, dhe i thash gruas jeme se du mu largu prej Wisconsin, du më shku me gjetë vetë jetën time, ndërkohë në të lajmërej ty kur në stabilizona dhe t'i vjen të unë. Prej aty të kom kalu në për Chicago, kom punu një gjysë dite, kënë shqiptarë, kom la pjata, nuk kom mujtë me qëndruë asaj pune. Nga Chicago kom përfundu edhe një ditë kom najtë në St. Louis, Missouri, atje kom qenë pëthuj si hamal në këto vendet ku i shërben Coca-Cola i qënë për shqitorit ndryshme, edhe aty s'kom mujtë me qëndruë. Edhe e pyeta shqiptarin që punojsha për të, ku është zhvillimi më i madh në Amerikë.
edhe ai më orientoi në Houston. 3 javë të para kom flajt në makinë, nën ura, se s'nifsha kërkon, s'kisha nën ura, po, në makinë. Çfarë muaj ka qenë? Vera ishte, po me që thate s'kisha ku më shku. Këndën 3 muaj ke fitën në makinë. Edhe një jetë të përfshtirë, po e kisha vendosi me gjithë vetën vetë. Çfarë punë bënje gjatë ditës? Çka më isha, me shërby, me pastru, ku më isha sa me bo një egzistencë. Ndërkohë e lajmëroj. Cili shtet ishe? Texas, në Houston, Texas. Në Texas. E lajmëroj Dianën me telefon njëherë dhe i thamë se jam në Houston. Ajo më tha, thotë, e kom në motrën në Houston që unë se disha si e ka motrën. Ajo ishte edhe rasti që motra Dianë së erdhe murë dhe një kohë shkurt banova të motra Dianë, kunata, se mi thonë, edhe burri saj, o jenë sjellë shumë mirë me ta. Ma kanë gjetë një punë pastrus në një digaster ndërtimtarie në Houston, e vendosë mu këthuj bashkë me Dianën për në Kosovë, se nuk më isha mo me i qëndrua se jetë ashtë vështirë. Dhe para se më shkue, ma boni një pyetje Diana, tha, dënë me pa dishka që se ki pa ndoshta, se ku të shkojmë Kosovë, së mundë ndoshta më këthuj ka shpejtë. Mu më interesat dhe me pa se si është kompjuteri, si vepronë, sepse në Zagreb e kisha dhonë një provim kompjuterve. Dhe në këtë kohë, Diana sjell një profesor nga Universiteti i Houstonit, ai pas ka qenë edhe, si i thonë këta, Dean of University, dhe ai tamam në këtë lamin e kompjuterve, i cilin nesrit murë më qaj i pash kompjuteret, po dhe më afroj bursën për me mujtë me i dhonë ndryshimet e landëve dhe me diplomu në computer engineering në Houston, Texas, në vitin 1975, veç e kom përfundu. Dhe tash ndërkohë, Diana erdhë, na fillum një jetë pak më të lumtune. Edhe me Dianën në vitin e parë nuk kemi pas ku me ditë na jetë, sepse çdo gjë fillon të nga zeroja, edhe prindët e Dianës pak u irrituan me mua pse unë u largova në atë mënyrë edhe nuk deshin me na ndihmu. Po eventualisht për na ndihmë të nevojshme ishin gatshëm, po na refuzojshim me kërku ndonjë ndihmë, deshim me bë krejt forcat tona. Edhe mu i me thonë se prej vitit 1977, te në fund 78-ës, kom punue për një firmë në computer operator, në gjuhën COBOL. Pe 78-ës e te i tash punoj për veti, kom hap firmën e parë kompjuterike Superior Computer Services, ekziston edhe sot. Mas nej kom qenë konsultant në firmat ndryshme, dhe shumë shpejt, se atër ishte edhe koha kur Amerika u kompjuterizante, dhe shumë shpejt në arritëm me bo qatë shumë pare sa nuk më isha as me i numru se sa po fiton, ose s'më isha me gjithë njerës sa duhet për me mujtë për me mbulue kërkesat që i kishim. Dhe ka qenë, do më thonë, vitet pe 78-ës te ofër viteve 90-a ka qenë koha ma e frytshme e jona, dhe në datë koha mas ne mi marrë me investimet ndryshme edhe në lamin e pasunive të patonshme, po edhe në firmën që tash kemi është për derivatet që vinë nga nafta, metakrisol, perakrisol, xylonol, ata që të lanë. Firma si quhet? Firmat Progressive Chemical Technologies, PCT. Edhe landën e pare marim për shteteve arape, dërsa përpunimin e bojmë na vetë, dhe mas ne 90% këti prodhimi shkon në përpunimin e letrës, ndërsa 10% tjera janë pak më specifike, përdoren edhe në lamine medikamenteve apo gjanave tjera, për shembull përdoren edhe në pesticide, një pjesë e kemikaleve që i bojmë. Në krejt botë janë ndoshta një 5-6 firma të këtij lloji, po njëna ndër më të mëdha që ekziston është në Houston, nuk është firma jeme, sigurisht kishte më qenë mirë, pa ajo me siguri ka 80% marketit në botë, e na tjerë ti kemi 20% atij marketi, po është modeli i punës në biznesin tanë është i tillë që ti s'mundesh me hub, sepse rafinerit botnore
janë të detyrume për me gjetë zgjedhjen për mbeturinat e tyne. Mbeturinat në rafineri janë shumë të frytshme, por duhet me ditë se se me i përpunu. Po. Dhe kur na marrim një anije plot me mall prej Katarit kryesisht, ata edhe paguajnë, jo vetëm dërgesën këtu, po paguajnë edhe marrjen dhe përpunimin aty, sepse kur vjen tuna, vjen si produkt. Nëse ata çojnë me një bunar, kështu deep well injection, si thonë këta, ai nuk ka më produkt, po është mbeturin dhe ata marrin pika negative, prandaj tu bazon këtë politikën green life, pastrim, do me thonë, me qenë gjithë gjë e pastër, na përfitojmë për asaj punë, dhe në këtë punë e bojmë edhe ekzistencën edhe sot. Është pak e komplikume për arsye se ka edhe rreziqe, kur punojsh me kemikale, sigurisht se ka edhe rreziqe. Kemi pas lloj-lloj, si me thonë, edhe batica dhe zbatica gjatë prodhimit. Aty njeri mundet edhe me hup jetën, kemi pas raste kur kanë hup edhe jetën, po për fat nuk kanë qenë faji firmës apo i imi personal, po ka qenë i mos respektimit të rregullave të njerëzve që kanë punuar. Tash e kemi sistemu në atë nivel që shumë pak merremi me prodhimtari direkt, ma shumë merremi me menaxhimin e firmës, dhe kjo ma mundson pak a shumë për me mujt me lëviz në anët që ka ma shumë interesës apo ndi ma shumë kënaqësi. Cili ka qenë biznesin më i frutshëm? Po, ma i frutshme, do të më thonë, ma i frutshme për neve, me siguri ka qenë Superior Computer Services, sepse atër këmë bo mas shumë t'i pare. Për shembull, ka pas një natë, mi thonë dikuj, sot nuk është zërë me besu, po ka pas... Po një shembull? Mranda një natë, kemi marrë $60,000 për shembull. Brenda një natë? Për një natë. Po çfarë shërbimi? Aty ishte në pyetje një program kompjuterik, tipit IBM, që një firmë tjetër, kish punu me muje dhe s'kishin pas mujt me zgjedh, po një punëtor që punon të për mu ka pas emnin C.W. Buster Davis. A i më tha, unë e tha muj me e kry, tha për 1 orë. Unë e thash, po mirë, thash, po me të adhonë, tha 1 orë, tha unë e ta kry problemin. Edhe unë shkova i kërkova asaj firmës Mitchell Energy and Development, thash, po ta bëj këtë shërbim, thash, po i duhet $60,000 mrana një natë. Në kopë se nuk e bëj, thash ju mësëm paguni mu, thash unë veç e kom përvu. Edhe e boni, jo për 1 orë, e boni mrana natës, edhe atë Buster Davis, unë i kisha me kontratë punëtorët, atë e pagua $10,000, vetë i murën 50,000, edhe kështu që ka qenë, për shembull, kësa rastesh kemi pas. Cilin vit ka filluar teknologjia e kompjuterave në Amerikë? Në Amerikë ka fillu shumë ma herët, me siguri, edhe para se me ardhën në Amerikë, po kur kam ardhën, kom punu në kompjuter të tipit Honeywell, që janë shumë të mëdhaj, ndashta edhe matë majse, 2-3 herë matë majse se kjo studio këtu që pas ki bëdhe, dhe ka që madhe të mërkullushme, dhe ka qëndasht të punohet në klimat përshtatshme, dhe më thonë, nuk kanë qenë sigur telefonit, thotë se si me një telefon të vogël ke mujtë bënë plot shërbime, atër me një kompjuter sa një shtëpi e madhe, me nëzi e kryshe do operacione financiare, jenë kona të punch cards me vrima, të kartelet me vrima, ashtu shujke edhe programi atëherë. Gjuhët kanë qenë kryesisht COBOL, RPG, Fortran, ndërsa për menaxhim të file management ka qenë CICS, e ma vonë të një kanë fillu këto trejat. A kom bo gabim në procedurën ose rrugtimin e kompjuterve? Po, kom bo shumë gabime. Për shembull, në kom pas ofertë me qenë pjesëtari Compaq kompjuterve në Houston, edhe nuk ma ka marrë menja si kompjuterët kanë me hec aq shpejt sa që mu bo aq i vogël kompjuter, dhe s'kom pranu, ma vonë e parë si pikërisht se së bënë edhe pjesa asaj firmë, unë pësova shumë, sepse na metëm me një si me thonë, gjenerat kompjutereve shumë atë vjetër se sa gjeneratat e reja, dhe për atë herit unë e ndryshova kahjen, vazhdoj me punu me firmen, po personalisht pak kyçna në drejtim, dhe fillova më marë paka shumë me qeshtje
tjetës dhe politikës mbrana qytetit Houstonit. Kam qenë antar i bordit të Odës Ekonomike në Houston, kam qenë kryetari i Odës Ekonomike për marrëdhënie ndërkombëtare. Bile gjatë kësaj kohe kam pas mundësi me njoft prej Jimmy Carterit deri Donald Trumpin e sotëm, gjithë presidentet, dhe me kontribu në mënyrën time sa ko mujtë për çështje jo vetëm të Kosovës, po edhe të Shqipënisë, sepse gjatë ndryshimit të sistemeve në Shqipëni, ndoshta më thonë më i pari, Blendi Fevzive ka dhënë një emision të vogël rreth meje, kom qenë ndoshta ndër më të parë që kom ardhur edhe me kamera, edhe me kom bëj incizime, kom prej asaj kohe në Shqipëni. Jam orientuar kryesisht në edukimin dhe sponsorizimin e studentëve në Kosovë, në Shqipëni dhe gjithandaj në trojet shqiptare, po me qenë se na jetojmë në Amerikë dhe duhet me qenë i gjithanshëm dhe gjithëpërfshis, kam pas studentë edhe pe Rusia, edhe pe Turqia, edhe pe Franca, edhe pe Gjermania, pe shumë shteteve, dhe si rezultati kësaj veprimtarie, unë e kam marrë edhe çmimin Lifetime Achievement Award prej Donald Trumpit, e cila është një çmim shumë i lartë që japet civilëve në këtë rast. Po njëna për arsyeve të marrjes së këtij çmimit, se ishin 3 arsye. Njëna ka qenë sponsorizimi i studentëve dhe hapja Dionis gjithë botë, nëpërmes studentëve. Vetëm në Amerikë kam pru përmi 200-300, po edhe në Shqipëni për shembull ja plot studentëve kum paguar shpenzimet e jetës, edhe në Kosovë gjithashtu, edhe në shtete tjera ku s'kan qenë mundësit, sepse kjo ishte përësia babës, po ishte edhe vullneti jem, e kisha një fat të veçantë që gruaja nuk më përzikën këtë lami, sepse ajo vetë dëshiroj ke me qenë pjesë e këtij procesi, do më thonë e këtij sponsorizimi, dhe kjo ka qenë arsyeja parë. Arsyeja dytë ka qenë se sipas atyne, tu bazon letër që ma kanë dhënë presidentin Trump në presidentin e tij të parë, thotë arsyeja dytë ka qenë se i kom ndihmue politik bërësve Amerikan për me gjetë një kahje 3 ndaj Ballkanit, sepse unë kom pas një Këtu më falë, këtu do të më shpjegosh bukur, mirë, se si ti ke mujtur që të krijosh lidhje të suksesshme me politikanët amerikanë, se kjo është shumë e rëndësishme. Se kur thash që keni hyrë në historinë shqiptare, kjo nuk është një ëndër, është një realitet. Por të përfitojnë të rinjt, brezat e rinjt të dëgjojnë tani bisedën, të përfitojnë se si mundesh të lidhesh me politikanët amerikanë. Unë po foli për vojën time. Fati ka qenë se unë s'kom pas shqiptar në Houston atë kohë. 5 vjet, 6 vjet s'kom pas shqiptar fare. Dhe deshta mu ka desht mu inkuadru në jetën amerikane për me mujtë dhe duku inkuadru në këtë jetë. Atëre gjatë veprimtarisë punëve që i kisha, edhe nëpërmes Odës Ekonomike të Houstonit. Aty më ishe me i taku edhe gjithë politikanët, e mas nëpërmes, për shembull, kongresmenit lokal që e kishim, ose senatorit, Lloyd Bentsen ka qenë senator, atër ka vdek. Ai më ndihmonte për më njoftu edhe me njerëz tjerë, me president, dhe kam përvoja shumë të mira, pothuajse me të gjithë, edhe me George Bushin e vjetë. Sa president keni takuar? Prej Jimmy Carter te në Donald Trumpin gjithë i kom taku. Asnjë, do më thonë, Clinton, Ronald Reagan, këtë Gerald Ford, kom taku para Clintonit, në fakt, masnej dhe Obamen, Bidenin disa herë, Bushin. Po, absolutisht. Po gati 10 presidenta. Po. Me George Bushin e vjetër më taku edhe kur ka qenë vice president. Me George Bushin e ri jam taku edhe kur s'ka qenë as guvernator, as president, që ka qenë thjesht qytetar kështu. Cila ka qenë tematika kryesisht e bisedave që ke bërë me presidentat? Po, unë herët i kom pas dhonë një ide dhe një mendim, sidomos George Bushit vjetër, se Jugoslavia do të disintegrohet, dhe
ja patallon mendimin tim, bile ja kom pa vizatu edhe në letër, se çka mendojnë se çka do të ndodhë me Jugosllavinë e atëhershme, sepse nuk e di sa jeni me siguri shqiptarët e vjetër që kanë luajtur një rol të rëndësishëm në tranzicionin dhe tranzicionin në demokracinë në Shqipëri, po edhe shtetbërjes në Kosovë. Në atë kohë Amerika nuk ka qenë qaq pro Kosovë, as Shqipëri, për arsye se Jugosllavia ishte si favorizuar. Si një shtet që e pregdhelte edhe Amerika, po edhe ana komuniste e pregdhelte, domethënë Rusia, dhe në atë kohë, për shembull, janë dokumentat edhe sot ekzistojnë që ka qenë tabu të folish për një shkatrim të Jugosllavisë. Dhe tu nis prej këtij mendimi që kishin amerikanët në atë kohë, edhe George Bush i vjetër më tha, you are very emotional, tha, this will never happen, edhe patëm një farë, atëherë isha vice president. Ma vonë kur u bë president, e pavë gjitha trazirat që ndodhen në Jugoslavinë atëhershme, edhe ai vetë e kuptoi dhe me një telefonat më tha se ki pas shumë drejt, dhe do ta kemi një kyçe krejt tre ndaj kësaj, po gjithë, si më thonë, gjithë krediti për shtetbërje i takon ligës qytetare shqiptare. Diogardin ai ka hapur rrugët e para më shku në shtëpitë bardhë, në Kongres, në Senat, se po mos ishte Diogardin, shumica prej nesh, ose asnjëri prej nesh s'kishte më mujt me mrria aq larg. Po edhe vullneti i madh i shqiptarëve, për shembull edhe në Detroit ju e keni bardhën, ai ka bënë një punë kolosale për pavarësinë e Kosovës edhe për demokratizimin e Shqipërisë. Shqiptarët kanë qenë tepër të afërt njëri me tjetrin dhe kanë pas një politikë drejt. Politika kryesore rreth këtyre temave të pavarësisë Kosovës dhe demokratizimit të Shqipërisë janë sjell sidomos në trekanëshin New York, New Jersey, Connecticut, po i ke pas edhe këta anësorë, sikurse në Detroit e keni pas, thash edhe ma herët, edhe në Houston kom qenë unë, edhe në Kaliforni kanë qenë disa tjerë, po na që kemi qenë ma jashtë, kemi punu, ose puna jonë ka shku ma e pandishme, sepse nuk ishim në valën ku mujmë për mu eksponu tonë kohën. Me një rast, që është shumë interesant, unë e pata pru një material nga Kosova, i cili e inkriminon-të Jugoslavinë dhe Serbinë në një mënyrë shumë brutale ndaj shqiptarëve, Kosovë. Dhe për këtë material, kur e kemi pa me disa miqë të State Departmentit, ata thanë shumë mirë, pas materiali shkëlqyshëm, ne na hinë shumë punë, probleme kemi Shqipërinë. Ky ka qenë viti 1987. 87. 87. Tash po pse Shqipërinë? Tash unë jam marrë me të thonë se njerë thash kanë arreti, po më thu duhet më shku më marrë me nonën, se ajo është problemi. Tash si mundet me? Tha po tregojmë, na po deshte me pas një Kosovë, duhet me pas një Shqipëri demokratike. Dhe po deshtet me pa një ndihmë të Kosovës, na duhet me ndryshu sistemin në Shqipëri. Dhe me të thonë drejtën, sikur se gjithë shqiptarët në tonë kemi qenë Shqipënia komuniste, jo komuniste, e kemi dhe Shqipënin. Edhe nga ana tjetër, na çka mendojshim se Shqipënia është një kopsht me lule, na qyshin edhe enverista, komunista, çka dush, po nuk e besoj se ka qenë dikush që e ka desh për idealizëm komunist Shqipënin. Po na çka kemi qenë jashtë e kemi desh sepse ka qenë trungu i shqiptarëve, nëna Shqipënimo. Dhe mas një kohë e vendosa me shku në Shqipëni dhe më marrë me aktivitete ku mujmë për me ndryshu sistemin. Dërtë partë kanë qenë, ndoshta mos me thonë ma i pari, por ka pas edhe shqiptar tjerë, dhe atje jam stabilizu, kemi fillu fushë. Cilin vit ke shkuar? Unë në Shqipëni kom shku dhe në 68-ën, kom shku, po në 68-ën kom qenë ma izolume ashtu, s'kom najtë gjatë, një 2 muja, dishka jem këthy, me kërkesë, na kanë këthy. Ke qenë Kosovë apo në Shqipëri? Kosovë kom qenë, në 68-ën. Mas ne kom shkue në Shqipëni edhe në 89-ën, edhe në 90-ën, edhe kështu më radhë, sepse vetëm patën fillu me leju me ardhë si në turizm kështu,
Dhe gjatë këtyne takimeve që vishim në vitet 18-19, patë mundësi me njoftë edhe shumë njerëz që tash janë edhe shtyllat e politikës shqiptare. Dhe pej vitit 90-94 kom qëndru në Shqipni ma gjatë, kom pas një biznis atje në Shqipni. Që biznisi? Biznisin të fakt ka qenë Disco Club Albania. Në Tiranë? Në Tiranë, po. Ka qenë Disco Club i parë. I kom pas 2 djemë të mrekullueshëm prej deqanit që e udhëheshin atë, ndërsa nga Shqipnia partneri përfaqësuesi i shtetit shqiptar ka qenë Sokol Koqiu dhe Vojo Dervishi, sepse pishinat dhe krejt këto që ka ishin në ambrellën e Ministrisë Rinisë Sportit, ish partneri jonë. Dhe kom punu me ministrat ndryshëm të ati de Gasteri. Për sa vite ke punuar aty? 91, 93, kush ishte ka qenë, si Dimitra Anagnosi ka qenë njeni për ministrave të Rinisë Kulturës e Sportit. Drejtorisë Rinisë, në fillim fare, ka qenë Blendi Fevziu. Drejtorisë Rinisë kishte pothuajse të njëjtin nivel sikur se ministër. Po mas në jënë bodhe ndryshimit dhe Blendi u tërgu ma i shkatë e la anën politike dhe shkojnë në gazetari ku tash edhe po shkëlqen në atë lamin e vetë. Dhe kështu me radhë, në 94 e kemi pas një debat me ministrin atëhershëm të Shqipnisë, për cilën nuk kemi pajtu dhe unë jem largu të mos u përzi ma në zhvillimin. Po, sa për Dioni, boksin e parë në Shqipni mas 35 vjetë e kom sjellunë. Si munde? Po shiqe, në kohët e në verit ishkon një ndalum boksi. Unë se kom ditë, edhe më thojnë se është një ndalum. Atër, unë thash, pëse së përvojmë në një klub boksit në Tiranë dhe quim klubi Disco Club Albania, klubi Albania. Mas edhe dulem në rrugë dhe i pam, kush mundet, si në Amerikamenja, si mundet më rre dhe i murem disa të ri edhe i ushtrojshim. E mora edhe njerës nga Shqipnia që nifshin boksin shumë ma mirë se une. Ata ushtrojshin. Po tash u duke me gjetë edhe një klub tjetër që mu i kemi kundërvu këti klubi, e gjetëm klubin Shkodra. Kështu ta quajmë edhe u formu edhe klubi Shkodra. Dhe mas erë një periudhë, një kohë, kur tash u dushin këto dyja mundesh, në stadiumin Toran Rusi, më zgabofsha u qujke. Ishtë ndeshja parë e këti lloj sporti. Një natë përpara unë fola në TVSH se sa të mirë janë bokserët klubit Albania, ne do të fitojmë, imi kështu janë këtë mirë, edhe disa i përmenda dhe me emrin, tash më kujtohet emrin. Edhe këta bokserët e mi pak janë gëzu dhe kanë festu pak shumë, kur janë ardhur në Knesit me bo boks, nuk kanë qenë në formë si duhet, dhe klubi Shkodra fitojke, sepse me një boks Shkodranin ardzojke nevet, edhe i fundit, një që e livdova shumë, aje erdzoj këtë bokserin e klub Albanis, po juria që jep ke notat kush po fiton, duke ju ardhë keq për i fjallës jeme se kësha thoni kemi kaq mirë dhe sidomos këta që erdzun, ata e bon fitus këta që ishtë në tokë, janë ngritë në dorën për mjetë. Këj bokseri e këcej, a i Shkodrani këcej ata konëp, bi u frigohë se po vjen me mramu, se unë isha afer të në jullën, dhe u sjell në mënyrë shumë burnore, tha ty të falenderojmë zotni për na ke sjell boksin, ndërsa këty në kështu dhe ka kap një karrik, dhe u bon aty do thymi, u bon një farë, dhe të nesit më shtypin Shqipni, nuk la as një fjallë të keqe, pa ma thonë, na ka pru boksin, na ka bo këtë keqe, dhe unë dola në televizor, tharë gjitha shpenzimet i përballojmë dhe do t'i rregullojmë këto po çka ishin. Edhe pe atyre tash boksi vazhdon. E kom formu edhe një atërish në modë në Shqipni, për me pas një muzikë të ndryshme prej asaj popullore që unë e du mas shumëti. Dhe në këto grupet që u formun shumë herët fare, ishte edhe grupi Albatrost, cilët unë janë ndryshova emnin dhe ja bona Thunderway.
edhe me këtë Elton Dedin e kom pas këngëtar, Gjergj, ja harrova mbi emrin e tij Gjergjit, dhe ai ka qenë një farë këngëtar i mirë, po krejt këta këngëtarët kanë kaluar nëpër këtë Thunderwave, dhe një ndër albumet e para që janë regjistruar jashtë është një album që e kom bërë për grupin Thunderwave, Qepa që tash punon në Top Channel, Landi është bateristi, kanë qenë një quni Kujtim Laros, Alban Laro, Mitat Laro, këta muzikantët e parë, dhe gjithë ishin me flokë gjata. Edhe unë i marrshim, delshim qytet me ta, dhe shqiptarët na shishin, të ishin, këta shesin drogë për këto, se këta si ishin mësume i pa kështu me flokë gjata në vitin 91-92 fjala. Tash, ma në fund ky grup edhe filloj të i marrë kom, të ju kumë sjell instrumentet e tyne të para, dhe pe ati grupi të një fillun një bon grupet e veta, ma nuk je marrë me muzikë, se për mu ishte rëndësishme veç fillimi me janis këtë sistemin. Dhe i kemi, kjo nështë edhe ma shumë ju interesën edhe shqiptarëve që kanë arë mas demokratizimit shqiptarë. Mas ne kemi bo 12 vallëzime pa një të shtunë, spektaklin e parë. Po 12 vallëzime me Vera Garbocken dhe Adi Krastën. Edhe ka qenë një ndër spektaklet ma të rëndësishme. Ju e keni organizuar atë? Ne kemi sponsorizuar dhe organizuar. Vera është ajo që e bëjke, u bëjke në mërëna ambienteve të disko klubit, dhe na, firma jonë, ishte ajo që e organizonte. Agronaliu ka qenë kryetari juris, koreografi, kanë marrë pjesë njërë baletit, goca, djem, ato. Arsyeja që ja la me emnin 12 vallëzime pa një të shtune, ishin 12 javë, për java fundit, shtunja fundit, ishte java finale dhe u dajshin ato, kush po fiton fitoria pare, 2 e 3. Ka qenë i sukseshëm shumë, Vera ka bo një punë shkëlqyshme, po edhe Adi Krasta gjithashtu ka bo një punë shkëlqyshme. Mas ne kemi organizu edhe një mramje vënuar spektaklis, dhja nefni a keni ndëgju për këte. Kjo është një spektakl që është majtë në fund të javës kosovare, të kulturës kosovare shqiptare në Shqipni, dhe në fund, si përfundim i javës, e kemi majtë që të spektaklin, i cili i ka përfshit gjithë artistët dhe artistët të lamive të ndryshme, pe krejt bote, edhe pe Amerike, edhe prej shteteve në Evropë, pe Kosovë, me piktor, me lamit ndryshme, edhe këj ka qenë një ndër spektaklet tepër të mëdha dhe tepër të mirë që edhe sot e kësaj dite folet për to. Mundë më gjetë me sigurin të veshejën, unë i kam disa inserte edhe me hi edhe në YouTube, në ashtë e janë disa inserte, edhe për këtë aty. Për herë të parë e kom taku gitaristin Ehat Musa. Unë e mendova se ja kanë gabu emrin, thash nuk e ki Ehat, për Nehat, jo tha Ehat. Një gitarist i shkëlqyshëm, më pëlqej shumë. Nga Shqipnia i kemi pas, mas në Shqipnia gjithmonë ka pas këngëtar të mirë, edhe erdhe Shkodran, është ky në Shkodran, Aleksandr Gjokaj, erdhe tha, dhe unë e du me kënu. Po ju nëjke sa i ke shpi pak, ati thash, likësha, ku do me kënu, thash ti të kje pak në ndikim. Po në ndikim, tha unë e kënoj mas miri. Edhe me të vërtet, ashtu isha i kënoj shumë bukur. Edhe, do me thonë, këto ishin e krejt në shërbim, të ndryshimit nga sistemi monist në një sistem demokratik. Dhe në përmes këti procesi, kom njofë gjithë këta politikën, atër ishin 3 të Shqipnisë, kemi qenë pak më të afërt, edhe sot ashtu ndi vetën me PD-n, për arsye se PD-ja ishte edhe ndryshimi atëherë, besojmë se do të jetë ndryshim edhe në tashmen, po edhe kryetari PS-s Edi Rama ka qenë militanti PD-s. Bilaj ka bo ma shumë zhurëm për PD atëherë se sa bën për PS tash, se i ka tjerë që bojnë. Dhe Shqipnia për mua e ka mush një zbrastin që unë e kom ndaj vendlindjes,
e kom gjetë në Shqipëni dhe kom punu shumë afër në Shqipëni. Duke të falenderuar për këtë kontribut që ka dhënë në fushën e artit dhe të kulturës, pasi të gjitha këto që treguat juve kanë dhënë efektin e vet në televizimin e qytetarisë shqiptare, e në demokratizimin e saj, por për Kosovën. Për Kosovën, unë kom shku rregullisht në Kosovë. Për Kosovën, unë kom qenë, në atë kohë, ka qenë, Jugoslavia ka qenë shumë prezente në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I kanë pas përmi 700 përfaqësi të ndryshme të shtetit Jugoslav në Amerikë. Ka qenë shteti favorizuar i Amerikës. Ka qenë shumë i favorizuar. Dhe në atë kohë patën formu edhe një farë bordi i cili u merrte me mbikëqyrë tregtinë mes Jugosllavisë dhe Amerikës. Në këtë bord pata fat mu zgjedh edhe unë me propozim të Amerikanëve. Se sa për Dioni, unë jam ndër ata shqiptarët, nuk e di është edhe në një tjetër në Kosovë, me siguri edhe ka, se s'munda më koni vetmi, që ka kërku nga Parlamenti Jugoslav me ju heknë në shtetësia, se te s'ke mujt me heknë në shtetësin, veç se pse e ki marë Amerikane, sepse Jugoslavia prapë qunë të qytetarët vetin. Unë e kom bo kërkes në Parlamentin Federativ të Jugoslavisë me ma hek në shtetësin dhe jam i votu me mu hek në shtetësia dhe kështu që unë pej herët isha i dedikum, po këto ishin edhe kohën atë trubullta ku shumica shqiptarëve dhe nuk e... Cilit viti përkasin këto? Këto i përgatin viteve 80, pej 83-ës... Para demonstratave, apo në bazë demonstratave? Demonstratat veç këshin fillu të 81. Po, të 81. Të 81, unë isha shumë i afërt me situatën se çka po ndodh në Kosovë, në Jugoslavinë, tërësi, dhe shpesh bëjshim udhëtime zyrtare prej Amerike me këtë bordin e mbikëqyrjes ekonomike dhe kishim takimet ose në Dubrovnik ose një takim e majshim në Jugoslavinë atëhershme, një takim e majshim në Amerikë dhe gjatë kënë takime kom pas rastin me bisedu me ambasadorin Zimmerman, i cili ma dha dhe një ide se informatat që për i merë Amerika pe Jugoslavisjen vetëm zyrtare, nuk kemi njerëz që edhe ja kom sigjeru disa emnat, cilët ma vonë edhe o dalë në shesh se kanë qenë emnat duhun, e kanë dhënë kontributin e vetë të madhë, sepse Amerika masnej pati do marrëdhënie shumë, edhe pse i nifshin këta njerëz, masnej Amerika edhe i thelloj miqësinë mes tyne. Në ndër këta njerëz, veç sa për ashtu, është edhe Jusuf Bugjovi, ka qenë ndoshta njeri i parë që e ka kontaktuar Amerika me programe të veçanta, sepse fillimi kuptohet se fillimi për me kalu prej një krahine që na qyshin ata, cila e kish hup gjitha drejtat e barabarta që kemi pas për para, në një krahin rajonale, ata serbë të quajnë oblast, dhe vetëm një autonomi kulturore kishim, për me arrit qëllimin dhe për me artetu një pavarësi, këto vetëm menquria e Ibrahim Rugobës dhe guximi i UÇK-s dhe atyne që kanë shku me vdek për UÇK-n, për Kosovën këtë është fjala, kanë mujtë me bëse kur kusht tjetër s'kesh mujtë, dhe me thonë, Ibrahim Rugova ka lujt një rol tepër transition dhe tepër kyç. Po, dalja në shesh forcave të armatosur në Kosovës, e cila ka pas edhe shumë forca të armatosura nga Shqipnia, ne kemi shumë dëshmorë nga Shqipnia, nga Lugina Preshevës, nga Maqedonia, e veriu tash se thojnë dhe më thënë dalja në shesh të këtyne, i dha edhe fuqinë e vetë, edhe lëvizjes Ibrahim Rugovës, po dhe vetë shtetet, mas në Amerikan në radhë parë, po dhe shtetet evropiane me e kuptu se na kishim një hall tepër të madhe, duhet dalim prej ati sistemi aq mizor që ish, dhe erdhëm te i ta deri të ky momenti ku dhe Kosova u pavarësua. Kosova është pavarësua dhe Kosova do t'jetë e pavarëne, nuk ka dilemë, mundet me qenë edhe bashkume, sepse kjo është edhe vullneti jam, kur thome bashkume me shtetin shqiptar, me trungun e saj. Mas një periudhe, kur na jemi tamam sovran, kur kush nuk na pengon
që vullnetarisht me ju bashku një shteti, apo një shtet më në bashku nevet, kështu që historia do ta tregojnë të ardhmen. Unë mendoj se Kosova dhe Shqipnia si dy shtete janë të mërrimet më të mëdha që i ka pas populli shqiptar në 2 shekujt e fundit. Sepse ta kesh një shtet shqiptar dhe një shtet shqiptar tjetër Kosovën, është një mërrimje tepër e madhe dhe kjo është fal urtësisë atyne që e kanë udhëheq politikën atje, po edhe atyne që kanë shku me vdek. Unë në luftë personalisht nuk jem shku, por nëpërmes televizionit kam shku me ekipe televizive gjatë bombardimeve. Kemi qenë edhe mbranda në Kosovë, po edhe në Shqipni, kam filma me siguri një 50 orë të filmume, i majnë ato kasetët. Betacam? Betacam, po të mëdha, ato kanë qenë shumë të mëdha. Tricorder. Po, janë edhe programet televizive të veçanta që janë dhënë gjatë udhëtimit tam, ku e kemi filmu krejt situatën e luftës në Kosovë. Refugjatët Shqipni kanë kalu shumë më mirë se sa në Maqedoni, për shembull. Kam qenë Blac, kam qenë brenda kufive të Kosovës me gazetar amerikan. Ka qenë një periudhë që i gjithë bota më u merke me nevet. Një nga format që ju e keni ndihmuar çështjen e Kosovës ka qenë dhe libri që ju keni shkruar për çështjen e Kosovës. Mund ta flasësh pak? Po, unë tash nuk po i marr kreditin që e kam shkruar, unë e kam botu librin, po historia e Kosovës autor është Jusuf Bugjovi, ndërsa botues jam unë edhe është edhe shtëpia botuese Fajkonica. Nazmir Rahmani është edhe shkrimtar edhe një njeri shumë i rëndësishëm edhe për historinë e letërshkrimit shqip në Kosovë. I kemi botue edhe shqip, edhe anglisht, po tashtit jemi në përpunim, këtu janë 10 volume të historisë Kosovës, 3 janë përkthyer anglisht, ndërsa këto tjerat janë vetëm shqip. Këto libra gjenden edhe në librarinë e Kongresit Amerikan. Dhe në fund i kemi kërkuar Bugjovi që ti përmbledh gjitha këto vepra me një, sepse të smundesh me ia dhënë dikujt 10 libra, më thonë që këto janë historia merre lexoj, dhe i ka përmbledh gjitha këto veprat me një ku thirret Kosova histori e shkurt, dhe ajo tash është në përkthim sipër anglisht. Besoj si deri në fund këtij viti do të delë në. Kem pasur mysafir Bugjollin këtu në studio, por a do më sjellësh diçka gjatë kohës që i qenë në kohën e luftës në Kosovë? A ke vajtur në fshatin tuaj? Në kujtesën tuaj çfarë ka lënë mbresa gjatë sa periudhe? Gjatë vetë luftës nuk kam qenë në fshat, po me hyrjen e ushtarit parë të NATO-s në Kosovë kam shku edhe unë, dhe fshati ka qenë ndër shumë shtëpia të rrëzume, ka qenë edhe shtëpia janë. Kemi jetuar në çadra derisa kemi ndërtuar një shtëpi. Ndërsa përsa i përket këtyne që në Hagë, as ata përpara që kanë qenë tamam në gjykatën ndërkombëtare të Hagës, po edhe këta që janë tash tu gjykuar në siglën e gjykatës Kosovës, se kjo është gjykatë e Kosovës, nuk e besoj se e kanë fajin që ngarkohen, sepse lufta sjell edhe në momente kur ti duhesh me mbijetu. Ata vetë, kush janë Hagë sot për shembull, ata vetë e kanë votu, sepse kanë qenë edhe janë të vetëdijshëm se kjo na duhet neve. Po përderisa gjykimi në Hagë është i njanshëm, i gjykon vetëm shqiptarët dhe krimet shqiptare që i paskan në thojza i paskan bërë shqiptarët, dhe nuk i gjykon edhe serbët dhe komsi tjera, kjo është për mua nuk është qaq legjitime, është e njanshme dhe nuk duhet të jetë ashtu. Është në mendim dhe mendohet që duhet me bë një fushat pak më serioze që për me i përfshi, ose me i përfshi edhe komsi tjera, për shembull edhe serbët këtë radhë, dhe me gjyku të njëjtën mënyrë sikur se po gjykojnë këta, ose për me shpall këtë gjykatë si pa vlefshme dhe me i liru këta, se për ndryshme po u gjykun, janë gjyku për mendimin tam, unë nuk jam jurist, janë gjyku atër, janë një reale.
Sepse gjithë materiali, ama gjithë, që unë nuk e kom pa tash krejt materialin, për gjithë materialin me çka akuzohen këta, vjen direkt prej Beogradit. Dhe këta edhe vetë gjykata e ka zyrën në Beograd. Pse më pas në Beograd, punë është e Kosovës. Edhe këto janë problemet që tash janë ka diskutuar pak a shumë. Unë mendim jam për sa i përket Kosovës. Kosova kur njëherë nuk ka mendu me qenë shtet i pamvarur. Kosova ka mendu me qenë shtet pjesë e Shqipnisë, e bashkuar me Shqipninë. Po kur erdhë momenti që tash na u lirum nga Serboslavia dhe bota na impunoi që të bëhemi shtet pamvarur, çka unë mendoj edhe kjo nuk është një e keqe, kjo është një gjë shumë e mirë. Na nuk ishim të përgatitur për me udhëheq një shtet në mënyrën që si duhet të udhëheqet në shtet. Dhe gjithë procesi nga hyrja e UNMIK-ut dhe me deklaratën e pavarësisë e cila është bërë në bazë të Pakos së Ahtisarit, e cila ka shumë gabime, dhe vazhdon të jetë janë gjana që leadershipi jonë në Kosovë është ka i mëson, nuk e din, as kemi ditë me udhëheq një shtet. Tash po udhëheqim një shtet, natyrisht kemi shumë gabime. Po, a mendoj se Kosova do të ekziston si shtet, edhe pse është tepër i brishtur tash, unë mendoj si absolutisht po. Do të ekzistoj sepse Kosova është një, si me thonë, një vend, një shtet, i cili i përputhet 100% geopolitikës amerikane, po edhe botës demokratike. Sepse, për me spjegu pak ma në këtë mënyrë, në kohë se kemi kohë, me Bashkimin Evropian, Evropa i kundërvihet në mënyrë edhe Amerikës për sa i përket tregit ekonomik. Se tash lufta nuk bëhet më për shpionazha të thjeshta, bëhet për tregje ekonomike. Dhe me Bashkimin Evropian, Evropa nëpërmes Gjermanisë, e cila është mike e devotshme e Kroacisë, ka mujtë më ardhë në Ballkan dhe ajo në këtë mënyrë dhe krejt Evropa është ardhë në Ballkan si një tarësi, si një shtet. Edhe rusët në këtë rast janë në Ballkan nëpërmes të miqve tyre përjetshëm serbëve, cilët domethënë vinë në Ballkan lirisht kur dojnë sepse serbët tyre. Tash mbetet se shkomi, apo rrinë minimum duhet mi pas 3 kom, mbetet Amerika, dhe ajo do tjetë në Ballkan. Dhe tash Amerika është me një dilemë, në këto diskutime ko marrë edhe unë pjesë, është në një dilemë. Qërë të gjindemi ne në Ballkan? Dhe ajo i ka pas 3 rrugë. Rruga parë ka qenë, po favorizoj Serbinë, po duke favorizuar Serbinë, Amerika delte të njëjtin tabor sikurse edhe Rusia dhe nuk ish më e favorshme ajo punë. Po shkoj po i favorizoj greket, po dhe kjo nuk ish më e logjikshme sepse me favorizimin e grekëve e iriton të Turqinë dhe me iritimin e Turqisë e humbte kontrollin edhe në shtetet arabe, kështu që edhe Turqia nuk ishte opcion. Dhe Amerikës deshti, me zdeshtëm në shqiptarit i metëm si opcioni i natyrshëm dhe i fundit që duhet për me qenë mi pas politikën e përbashkët. Në këtë nivel, Amerika o dasht për me atë që ka okon e shkatërume, për me ndërtu, dhe ti nuk mundesh me ba një punë, por nuk i pa të pjesë të duhuna, dhe këtu në Amerikë, në për këto fërshnjorit i kënoj një kongë, hamti damti hede fall, hamti damti hede grejt fall, tash duhet më shku, mi ngritë, mi ndërtuate, edhe Amerika neve tash duhet me na ndërtu si shtet, po na duhet me pas kujdes edhe në këtë rast, pse duhet me pas kujdes? Se për Amerikën, si shtet i madhë, nuk mundet me nduën ato nuancat ashtë kufizume. Dhe a është Kosova 10.000 km2, apo 8.000 km2, apo 15.000 km2, pa ka rëndësi për Amerikën dhe për demokracinë botërore, është më rëndësi që Kosova tjetë shtet. Mirë po, këte se sa kilometra do tjetë shteti,
varet për vetë neve dhe sjelljes tona se si i bojmë. Për fat keq, gjuha dhe mënyra se qysh njëna parti sulmon tjetrën në Kosovë nuk është e mirë, sepse me vetë akuzat që ja bëjmë njëna tjetër, sikurse edhe në Shqipni, na e qesim komplet për i loje dhe fillojmë u marrë me çështje njëni me tjetrin dhe me hup për këtë. Tash kemi edhe administratën e re, dikush thotë se është e favorshme për ne, dikush thotë nuk është e favorshme për ne. Për sa i përket Kosovës, cila do administratë vjen, unë mendoj është e favorshme sepse na jemi pjesë e gjeopolitikës amerikane. Dhe në këtij aspekti nuk e shoh ndaj trazir ose ndaj surprizë të pamundshme që mundet me ndodh Kosovës. Pak më parë ju thatë se keni marrë një çmim nga presidenti Trump, por e kaluat kështu. Më fol pak, do më për çmimin dhe marrëdhënien që keni juve me presidentin Trump. Po çmimi që unë e kam marrë për presidentin Trump ka qenë Lifetime Achievement Award, është për arritje jetësore. Ajo thonë se është çmimi më i madh që jepet në civili, me siguri ndoshta edhe është, unë nuk e di. Dhe ajo zakonisht jepet tu bazuar në kontributin që ti e jep në jetën amerikane. Ka ndoshta edhe shqiptar tjerë që kanë marrë, nuk i njoh, por me siguri ndoshta duhet me pas, sepse shqiptarët janë shumë të gjendshëm dhe janë shpirt mëdhaj kontribojnë. Duhet dikush me të propozu, masna ajo kalon për një farë kohë. Po, sigurisht. Diun e 15-16 muajsh dhe në fund nëse i kalon ato kalon ato filtrat. Cilat unë nuk kam ditë se është ka ndodhur ajo, po më në fund të kam marrë ftesën dhe më kanë thonë se edhe jam po përveç asaj kam marrë edhe mirënjohje prej shtetit shqiptar se kalorësi urdhit Skënderbeu, jam qytetar i Puks, kalorësi urdhit Skënderbeu më ka kthye kombin tam ka bosh shqiptar, ndërsa shpërblimi nga Puka më ka dhënë shtëpi. Nishani e ka dhënë apo Meta? Dhe këtë kalorësi Skënderbeut më ka dhënë Ilir Meta. Ilir Meta me propozimin e të tjerëve, se me siguri me Ilirin, edhe pse jemi njoft në fillim fare kur Iliri ka qenë deputet dhe është në ndër deputetet e parë që ju ka pas marrë imuniteti. Ilir Meta ka qenë ndër të parë, kështu që ajo është i mësuar me këto gjanat që po besoj si edhe kësaj radhe e te kalon sepse ballmo me burgosi Nga Kosova ke marrë gjë? Plot. Nga Kosova kam qytetar nderi i vështresë, mirënjohje nga Gjilani, titullin i Driz Seferi, titulli i guzimit, masnej kam marrë nga intelektualet e Deçanit, qytetar i nderit në Deçan, në vendlidhjen time, edhe kjo ka një vlerë të veçantë dhe të rëndësishme për mua, sepse kur të nderon dikush i yti që ajo ta jep një kënaqësi edhe më të madhe. Masnej po edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës kam marrë nga institucione të ndryshme mirënjohje. Kështu si kam një pyetje tjetër lidhur me familjen. A patët juve humbje gjatë kohës luftës Kosovë nga familja dhe ku janë aktualisht vëllezërit dhe motrat? Na kemi qenë pjesë në që dhe më thonë vllav Tafili ka qenë ushtar, natyrisht në Imi Dugagjinit, Rafshi Dugagjinit dhe natyrisht me Ramush Haradinajn, cili ka një guxim të hatashëm, në njeri shumë i madh i luftës. Edhe mas në qika vlavët Valbona, bile ka nofken Valbona të që kesë është një ndër femnët e pare që ka qenë, të është për mi kujtojt nofka asaj, Fortuna, është një ndër të parat që ka qenë armatosnë dhe në uniformë ushtarake, mas në vllav Muhameti dhe këta jenë marrë ma shumë me financimin e UÇK, se kanë gjithashtu edhe nona është marrë me transportin e armëve në atë kohë, e vjetër po është marrë me atë punë, ndërsa nga ona e miqve, dhonur, nipa, mesa, komplet që kanë vdekë në koshare, po kanë janë vradhe në... Këta 13 Bëtyqi, këtë bësh? Këta vllazët Bëtyqi kemi kushëri,
Na I kemi dekoru për heroizmin që kanë tregu, I kemi kushëri, për nuk kemi një familje, për jemi kushëri të afërt, sepse fisi Bytyq nuk është edhe qaq I përhapun. Familja juaj e ngushtë, kush? Familja janë e ngushtë tash për tash, në Amerikë jam unë me 3 fëmijët e mi edhe me gruan, I kam 10 nipa mesa, 10 hergjysh. Mashallah. Inshallah shtoshin akoma. 3 fëmijët e mi, fëmiju I parë është Besa. Besa është e martume, I ka edhe ajo 3 fëmijë. Besa është drejtoresh ekzekutive American Military Family Association për krejt Amerikë. Dhe më thonë, këta që ngojnë më siguri e kuptojnë anglisht, drejtoresh e përgjithshme familje ushtarake amerikane për Amerikë. Punon në Washington, lobon dhe raporton në Shtëpitë Bardhë, nuk është detyrë që emënohet nga një administratë, por është teknike, e cila vazhdon pa marrë parasysh cila administratë është aty. Po, kuptoj. Dhe Besa para se me qenë aty ka qenë gazetare, prezantuese e lajmeve në ABC dhe NBC. Ndërsa fëmija I dytë është Besimi. Besa e ka vajzën e madhe Liren, e ka vajza e dytë është Zana edhe Loriku. Ndërsa burri I Besës është David Pinchati, ai është Amerikan, po me qenë se unë kom jetu në Houston, edhe në atë kohë as kemi pas shumë shqiptar. Po, normal. Dhe në njeri të shkollum, sikur se është edhe Besa, se në gjithë I kom të shkollum fëmin, nuk kom mujt me ja imponu martesën, edhe mirë se s'ja kom imponu, sepse unë për veti edhe 1 milion herë më martu, prape kësha marrë gruan teme Amerikane Dianën, për arsye të harmonisë që kemi, dhe ajo e ka një harmoni shumë të mirë me burrin e vet. Davidi punon në Pentagon, është me rankin ushtarak, këto ranë që të ushtarakon nuk I kuptoj bash mirë. Mas ne vjen Besimi, është djali I madh. Besimi edhe ai ka 3 fëmijë, e ka Ilirin, po Ilirin është më I vogli, ndërsa Vera është më e madh se Iliri, edhe djali I madh që luni në basketbol, është basketbolist Drini, I shkëlqyshëm. Drini, Dia edhe Lira e kryen shkollën mesme së vjetë, vazhdojnë studimet. Nga ka nusën? Deshta me folë, se mësë me folë për nuset, ato ma ngrejnë veshin mas nej. Besimi është I martum me një shqiptare nga Kosova, me origjinë nga Struga, Iliriana. Iliriana është gjithashtu një piktore shkëlqyshme, po në Amerikë njerëz nuk e punojnë punën e vetë. Iliriana tash punon me një institut financiar dhe merret më shumë me investime financiare dhe ka treguar një sukses shkëlqyshëm. Shqiptarët përgjithësi dinë me punun këtë lami dhe kanë një jetë gjithashtu të shkëlqyshme, jetojnë afër nesh. Besimi nuk është I interesuar me punun biznesin që unë e kam hap, për arsye se ka shumë kërkesa nga vetë shteti Amerikan, sepse merret me ambientin, dhe ka një veten më të qetë, është punon në bankë, US Bank, ka një pozitë të rëndësishme besoj në bankë, e ka një jetë shkëlqyshme, jetojnë shumë afër nesh, nuk jetojnë me një shtëpi. Asnjëri prej fëmijës s'kam desh me jetu në shtëpi kur janë martu. Mas në vjen Durimi, edhe Durimi ka 4 fëmijë, pas me jetë. Fëmija më I madhe është jetojnë afër Washingtonit në Springfield. Springfield e kanë 20 minuta për Washington DC. Dia është një ndër studentët më të mira të shkollës, atje bile ka marrë edhe bursa për me vazhdu studimet. Mas Dijes se kemi Noan. Noa është arsyeja që ja kanë gjitë Durimi emrin Noa është sepse ka pas një mik të vetin I cili ka vdek me një aksident në atë kohë dhe nga ndjenjet emocionale ka emnu Noa, dhe Noa është një ndër këta djemë që na e përgdhelim mas shumëti, sepse edhe është qështu shumë I dashur. Gjithë folin shqip, edhe këtyre të parëve, po edhe këta. Edhe mas ne ka Delvinën, Andrën. Dhe me thoni ka 3 vajza, një djalë, 4, gjithsej timi 10 nipa mesa. Gruaja
durimit gjithashtu është nga Prishtina, e ka emrin Ylka, dhe Ylka është një zoj e shkëlqyeshme, jo veç se i ka gjitha traditat edhe të kuzhinës edhe të shtëpisë edhe krejt, po edhe në laminë e punës, ajo ka punu edhe në banka këtu në Amerikë, tashtit në ndihmon në biznisin që imi në zhvillim e sipër në Washington, edhe në biznisin që kemi pas. Ylka është, do më thënë, krah i djathtë i durimit, dhe imi bisedojmë, imi familje shumë e afërt njëna me, do më thonë, familje shumë e afërt me zvetit. Gjithmonë imi në kontakt me njëri tjetrin. Dëgjova me shumë vëmendje, emrat e niprave të mbesave janë 100% të pranë në Shqip. Shumë shqiptarë që kanë ardhur mbas vitit 90 në Shtetet Bashkuara të Amerikës sulen duke vënë emra amerikan. Pse ndodh kjo? Unë mendoj se kjo është një fenomen që duhet mu studiu. Na vujmë për një pranim nga të hujt. Po, unë mendoj se po nuk e deshtëm na vetë vetën, dhe në përmes sjelljeve tona, të bindim edhe tjerë që na jemi në rregull, jemi mirë, sepse Shqipnia e përvoj në vitin 90, shkunë plot në Itali e murën krejt botën, po Italia dhe krejt bota i kthej ju tha shko se ti je shqiptar. Nuk është e mjaftueshme ti më shku me i thonë dikuj se unë jam Amerikan tash. Duhet edhe ai me të pranu ty si Amerikan për shembull. Edhe gjeneratën e parë, asë në shtet nuk na pranon si shtet vetin. Bile në Evropë edhe ma keq, edhe 2-3 gjenerata tjera nuk të pranojnë si je. Kështu se të unis për ati aspekti, unë e mendoj se ma mira e të mirës është, me thonë, po jam shqiptar, e zhvilloj atë temen, po kur ta zhvillojsh tu mos e cenu tjetrin, edhe tu i hek edhe emrat e vjetër, se për shembull ne kemi emrin Ramiz që është ndash arab, ndash turk, ndash egjiptian, po, edhe mi dhon emrat shqiptar. Kështu që veç do ta them edhe një, unë e kam pas shumë vështirë për martesën e fëmijëve të mi, sepse unë isha i martuar me një amerikane. E ju edhe pse jeni martuar me një grua amerikane, djalën, një zonjë e mrekullueshme, këtu është ajo vitaliteti, këtu është vlera juaj kombëtare shqiptare. Pra ju e doni gruan, e respektoni gruan, por në ana tjetër ruani atë genin ton shqiptar. Sepse ju thatë që flasin gjithë nipër në mbesa Shqip. Gjithë flasin edhe shkruajnë Shqip. Zebramal dhe ka një merit edhe zonja Dian. Ma shumë e Dian se sa jemi, sepse gjithë kuptohet në Amerikë është e pamundshme në irimes me pas dikon që e ka deshtë ose janë dashur. Dhe gjithë jenë ardhëm kanë pyta, jam kështu ata bëj, ata martona me këtë, dhe unë ju kom thonë fëmijëve të mi, po e gjetët një gru, sikur se kom gjetur në Dianën, merne. Mirë, po ti duhesh me afru kushtet atyne për me mujtë mu martu me shqiptarë. Une, qa kom bëune? Djallën e madhe kom që ka lujtë basketbol në Kosovë, me qenë se patë shumë Ishte talent? Ka talent shumë të mirë, se ka lujtë edhe në Amerika i basketbol. Edhe mirë, po në Kosovë vjen tipe Amerike, nuk ta shtishin me lujtë me kohë, sepse dhe ishin paka shumë. E din në Kosovë dhe në shqiptarë në përgjësi interesat i qesin mbi gjithë shka, atër unë u detyrova me pas një klub temin të sportit dhe besimi ka lujt basketbol të sa u martu mas në i thash kur du është le basketbolin hadë në shpi. Po edhe durimin e kom që në Kosovë ka najtë regullisht në Kosovë dhe është dashunu në Kosovë, asë njenin për këtu në fëmijëve të mi nuk është martu me imponim. Gjithjen sepse kur s'kan mujtë më shku në Kosovë, unë i kom pru në Shqipni. Fëmija mi e njofin Shqipnin shumë mirë. Unë kam bërë një dokumentar që kam kushtuar një mikut tim, malsor i mira ju, ishë martuar me një Gjermane. Po kisha takuar unë kështu, edhe nuk e dhja se ishte Gjermane, e dhja se ishte malsore. Ajo ishte adoptuar në mikpritje në shtëpi si kur t'ishte kështu shqiptare e lindur, me neve bashkë. Edhe u mendova se ajo shpesh e thoshte këte, do më nëse shumë njerëz janë skeptik. Pra ne shqiptarët, qofse martohesh me një të huaj, jo të gjithë të shikojmë me syrin normal, po të shikojmë si kur ke gabuar.
Edhe bëjnë dokumentar, ja kushtova kryesisht familjes që ishtë martuar me një të uaj. Edhe e sola mesazhe që nuk është martesa me një të uaj gjithmonë ose është negative. Që kjo është edhe një problem që ne kemi... Da e dua për këta të rinjë dhe mesazhin. Për sa për këtë unë i vrej ata që në të martu mëse me Amerikanës, me këtë qoftë tjetër, e thojnë se gjaja është për buzje kjo, që me një Amerikanim. Unë për kundërzi, unë mburna që mi martu me Dianën, sepse Diana ka qenë pjesë e jetës janë dhe asë një minut nuk nda pe asaj që kem desh na. Pe fillimit ka thonë, dhe t'jem martume me ty, dhe t'jem shqiptarë, në shpesh thëmë është shumë vështirë me qenë gruaja jeme, sepse i kom traditat e vjetra, pa ajo i plotson gjitha. Po çka deshta me të thonë, e kom pyet Dianën para një viti, kështu 2 vjetëve, thash, atë ka shku në Hermenia me më dëvërsu mua, do isha me ditë ku qëndrojmë, se qëndrojmë. Tha, pse bënë këtë, thash, veç me ditë, thash, po ty thatë, ja, thash, unë të pysë ty, thash, ti të regom. Thash, qërë thamë, edhe më pashku 1000 Hermendja, edhe me pa desh me dëvërsu, nuk të kisha dëvërsu për 4 nënsime. Diana edhe nëna jeme kanë qenë jo veç vjehër edhe nuse, po të pandashme, dhe më thonë një ndesh tepër shumë, dhe meriten për atë miqësi, me siguri e ka edhe Diana, për edhe nona, sepse vjehrat duhet me ditë që së mos sjell me ren, për edhe reja duhet me ditë mos sjell me vjehrën. Kështu që unë isha shpesh tri që nuk e qojnë mirë me vjerën, unë i këshilloj se që sa ma afër ti majsh vjerën edhe vjerën, ke edhe ma shumë benefite, jo veç pse të ndihmojnë me fëmijët, po dhe nga vetë karakterit i forcosh, sepse i mëson gjana që janë të nevojshme i mësu. Kështu si kjo ka qenë arsye pse ndoshta kemi pas suksesshme jetën, me dallim prej disa familjeve tjera, tash nuk di çka bëjnë tjerat. Na i ndajmë 10 ditë në Andorë, në festat e Andorit, domethënë rreth 28 në Andorit vjen edhe Thanksgiving këtu. I kemi 10 ditë që gjithë familjat jonë bashkohen bashkë, rrim, flajmë, hajmë, pim me një shtëpi. Edhe gjatë këtyre 10 ditëve edhe një pa mesar hynë dalë. Shumë shembull i mirë për të marrë shembull nga gjithë tjerë. Une, kur u largun gjithë, ne kemi pas një shtëpi të madhe, 6.000 kom, si i thënë këta 6,000 foot. E shitëm atë shtëpinë, e dole me një shtëpi të vogël, dhe me të tregu drejtën, zotë i ka një vike gjuna për i vetës, shkam gjeti mu tash këtë shtëpi ka që të vogël. Edhe Vera, qika djalit Besimit, ka qenë 9 vjeqë atër, më tha, gjyshi tha, ti ki fajet. Thash, po pse i ka më në fajet Vera? Tha, se ti mundesh me bo një shtëpi për deshte. Edhe e kom bo një shtëpi para një viti, edhe ma të madhe sa të shtëpinë që e kemi pas, e tash, kur u bashkum, se kjo është në Andori 2 që u bashkum bashkë, vjetë edhe si vjetë, par vjetë edhe si vjetë për i bjene. Si u bashkum bashkë me në shtëpi 3, dhe ata thonë, ta është i dush, mes me menu kur me shqitë, se kjo është shtëpia jonë, nuk dhe ta shesim. Zotit Afilaj, jo pa qëllime lash këtë pyetje në fund, pasi në një farë mënyre ju jeni edhe kolegu jonë, ju jeni drejtori përgjithshëm i gazetës Alpeve. Ç'është kjo gazetë, çfarë aktiviteti ka, mund ta shpjegosh? Gazeta Alpeve është një gazetë që shtypet në Tiranë, por shpërndahet në gjitha trevet shqiptare, e qohet me post në gjithë hapësirën botnore, do më thonë edhe në Amerikë, edhe në Detroit, si tashimin Detroit, mundet më ardhë, me abonim, natyrisht, për sa dion është $150-200 në vit abonimi, del 2 herë në mujt, është tamam gazetë, është një gazetë e cila, përveç se portalin e vetë që ka që mundet më lexu edhe si portal, shtypet edhe si gazetë, arsyeja që ja shtypim këtë gazetë është, sepse shumica medjave tash kanë kaluar në portale. Dhe për me mujt me rujt një histori tonën, unë mendoj se duhet me qenë edhe në letër, bile edhe në një bisedë që kisha në Bibliotekën e Kongresit, e cila është abonume në këtë gazetën e Alpeve. Ata thanë, nuk po marrim më gazeta as nga Shqipënia, as nga Kosova, sepse s'po kanë gazeta. Dhe ata marrin gazetën e Alpeve. Dhe Djelli, i cili gjithashtu shtypet në letër, është një ndër ato gazetat që na ka rujt historinë tonë, edhe para themelimit Shqipënisë si shtet. Edhe ajo është vetëm ja kohë
që historia janë mundet më gjetë në gazetën Diellit Fanolit atëherë. Edhe Gazeta Alpeve tash na mundon me mbulu një zbraztin në letër, edhe nëpërmes kësaj gazete e organizojmë edhe takimet barkombëtare ndërbalkanike e atlantike, e cila në fillimisht i mbledh ke 50-100 njerëz të lamive të ndryshme, natyrisht të intelektual shqiptar të gjitha trevave, e tash kemi arrit që në takimet tona të marrin pjesë prej 500 e 600 njerëz, që besoj si asnjë parti politike këtë kategoritë njerëzve nuk mundet me bashku në atë mënyrë, po na e bëjmë bashkimin në vendet ndryshme, kemi takimin në Tiranë, takimin në Ulqin, takimin në Prishtinë, takimin në Gjilan, Ana Moravës, këtë vite kemi në plan me bo takimin në Maqedoni, ende se kemi caktuar qytetin, po mendoj do të jetë ose Tetova ose Shkupi, besoj se ndoshta Tetova do të jetë. Mas ne do ta bëjmë një takim, po shpresojmë edhe mi ka kqyri mundësinë me bo në Puk, po takimin në Andorë besojmë për me bo në Vlorë, edhe ky do t'i jep një fund një ciklit në takimeve. Këto takimet, çka diskutojmë në aty? Diskutojmë thjesht marrëdhëniet tona ndër shqiptare, sepse vijat e trasha kufitare që na ndajnë kufinë shqiptar, që Shqipënia është e rrethuar me kufinat shqiptare, dhe që në hek, me qenë se tash edhe demokratizimi edhe gjitha e kanë botë mundsh me lëvizjen. Tash kemi na nevojë për mi hek disa vija më të holla, të cilat ato janë me eliminu ato urrejtjet ndaj njëri tjetrit dhe me qenë më të afërt, sepse kjo edhe na bashkon si ideologji dhe si komb, që më vonë është e natyrshme edhe bashkimi. Kjo është një lëvizje që na imi ka e bojmë, jo edhe ashtë në heshtje, po qëllimi final është që të jemi më të natyrshëm në bashkimin kombëtar. Aty marrin pjesë njerëz të ndryshëm të lamive ndryshme, sikur se thash. Kryetari i Këshillit Botues është Besnik Mustafaj, i cili është edhe shkrimtar, po edhe politikan tepër i madh. Kemi edhe tjerë që janë në Këshillin Botues. Kryeredaktori i gazetës është Ramiz Lushaj, e bën një punë të shkëlqyeshme në redaktimin e kësaj gazete. Gazeta shkon, sikur se thash, edhe në gjitha institutet shtetënore në Shqipëni, Kosovë, Maqedoni, por shkon edhe në shtëpinë, në bibliotekën e Kongresit. Ma pari, ju thash këtu në bashkëpunëtorëve të juaj që na vullnetarisht do t'ja dërgojmë edhe juve të këtu ta keni një gazetë si pjesë abonimit të cilën ju nuk kërkojmë ta paguni, na do t'ja dërgojmë juve si dhuratë, sepse ju jeni një institut që jeni kanë ndihmoni jo vetëm neve në diasporë, por edhe vendlindjen be bini më afër diaspore. Për mua, unë është hera parë që jam studinë e juve, po e shoh një punë tepër të madhe dhe një vullnet tepër të madh që vjen nga ju dhe nga gjithë bashkëpunëtorët juaj që e bëni edhe këtë televizion të rëndësishëm dhe të bjen një pasqyrë të vetë diasporës në vendlindje. Ne mund të bëjmë edhe një spot për ta transmetuar që shqiptaro-amerikanët të botojnë në gazetën, se $150 nuk është ndonjë gjë e madhe. Ky është po. Mund të flasim ta bëjmë një spot. Sigurisht. Jam pozitiv, them se do të marrin shumë abonimin. Nëse nuk kishe ndonjë gjë për të shtuar, një mesazh për shikuesit lidhur me punën që duhet bëjnë shqiptarët, jo vetëm për atë personale familjare, por për çështje kombëtare shqiptare. Sakrificat që duhet të bëjnë njerëzit, ti marrin parasysh. Cili është mendimi juaj? Mesazhi jam për shqiptarët përgjithësi është, çka edhe shqiptarët edhe dinë edhe vetë se nga natyra jemi, është kombit i ndihmohet vetëm atëherë kur i ndihmon familjes jote, tu fillu nga familja. Po edukove familjen tonë në frymën e duhur dhe ja dha mundësinë e shprehjes lirë në këtë pikpamje,
ti mas ne kalon edhe në shoqni dhe në shtet, domethënë edukimi i trive është ajo finalja që na duhet me qenë si komb. Nuk pajtohena me mënyrën që si hapin universitetet private, jo private, merren notën, s'merren notën. Këto nuk na çojnë kurrë. Na duhet me pas edukimi familjar është i rëndësishëm, numër 1, dhe masnej dashnia mes njëri tjetrit, sepse duke pru në këtë nivel kombin tanë edhe e tregojmë se kush jemi, se ti sot kije në Shtetet Bashkuara të Amerikës shumë mjek, shumë profesor, është një profesor nga Shkodra, Indrit Hoxha. Gruaja e Indrit Hoxhës, Valbona, e ka zbulu një mikrob tash në biologji, po ja kanë gjitë emrin e sajna, ai mikrobi ka emrin e saj, do më thonë na kemi qaq shumë potencial me i dhonë botës, sa që është mkat që për me munda me qenë, me asimilu krejt me njëherë. Na duhet me qenë ambasador të kombit tonë. S'po thëmë të shtetit, se na tash jemi fatkeqësisht ndamë në disa shtete, po të kombit tonë. Edhe kjo na bjen më afërt, kjo është ajo që unë besoj si rinia e bojnë këtë më mirë se na. Ju falenderoj shumë që ishit në bisedë. Edhe në fillim e thash se më përpara do të kishim marrë në bisedë si televizion, por t'jap fjalën se do të jemi në kontakt vazhdueshëm me juve. Shumë faleminderit. Pasi personat si juve që kanë dhënë dhe vazhdojnë të japin kontribute për çështjen kombëtare shqiptare, jeni pjesë edhe rëndësishme e kombit shqiptar. Ndaj me emisionin që bëjmë së bashku, Televizori Shqiptar të Amerikës i shtohet një vlerë e shtuar, sepse juve keni sjell një pjesë të aktivitetit tuaj, i cili është jashtëzakonisht dobishëm për kombin shqiptar. Dhe me shpresë të shikojmë përsëri së bashku. Besoj. Shikues të nderuar, e falenderoj zotin Tafilaj edhe në emrin tuaj dhe mirupafshim në emisionin e radhës Historia shqiptare me një person tjetër të ftuar, pasi shqiptarët kanë dhe vazhdojnë të japin kontribute për çështjen shqiptare kombëtare. Natyrisht. Faleminderit. Faleminderit. Më mëdheu. Më mëdheu. Quhet tokë. Ku më ka rënur kokë. Kam dashur më me apë. Ku më nje dhe guri thatë. Ku kam pasur shtëpi, ku kam njojtur Perëndin. Mosha